Dua të dëshmoj për të përlëvduar emrin e Zotit tim qiellor. Zoti në profecitë e shkuara gjithmonë më ka paralajmëruar që nuk duhet të shqetësohem për njerëzit e mi, sepse është ai që i ruan, sepse ai e din ankthin që un kam për shëndetin e prindërve të mi që janë të moshuar dhe jetojnë larg, dhe distanca gjithmonë e vështirë. Prandaj fryma e shenjtë gjithmonë më ka ngushëlluar me atë premtim të mrekullueshëm, derisa një ditë Zoti më tha që një nga prindrit e mi do ishte keq nga ana e shëndetësore, por që s'duhet të shqetësohesha, ti lutesha Zotit me detaje, sepse ai e dëgjonte lutjen time, dhe Zoti do bënte një mrekulli tek ai person dhe do ngatronte shkencën njerëzore. Pas disa kohësh, pas disa ditësh, nëna ime duhet të bënte një analizë dhe analizat dolën jo mirë, unë i pash rezultatet një fundjavë dhe me të vërtet u trishtova shumë, sepse ato tregonin që ajo nuk ishte fare mirë. Më falni. Dhe në atë moment, unë u trishtova shumë, nuk e telefonova në atë moment, sepse nuk ndjesha përgatitur për t'i folur për këtë. Prandaj zemra ime u trishtua dhe qava shumë, dhe u gjujzova në atë moment dhe nuk isha fjalë të dura për t'i folur Zotit, nuk dija si t'i flitesha. Ndjesha e bllokuar nga të gjitha emocionet dhe fillova ta përlëvdoja, e përlëvdova Zotin, vazhdoja e falenderoja, i lutesha dhe përlëvdoja dhe falenderoja Zotin për atë zjarr që unë ndjeja, sepse unë dija që ai do të shfaqej në atë situatë, që ai më kishte premtuar që do më ruante ata dhe që ai do të ngatronte shkencën njerëzore. Unë jam mjeke dhe teksa pash ato analiza, unë nuk shija asnjë rrugdalje nga kjo dhe thea Zot, nëse ti do ta ngatrosh shkencën mjekësore, më ngatro dhe mua, sepse kjo është shumë vështirë për të pranuar. Unë nuk e di se si do ta bësh, por do ta bësh, dhe përlëvdova Zotin. Dhe ndjesha shumë impotente, sepse me këtë distancë nuk mund bëja asgjë, isha shumë larg tyre, dhe pse Zoti më vendosi shumë ndihmës, shumë shpejt, ai i ndihmoi ata duke i vendosur pranë intelektual, njerëz që mund t'i ndihmonin, fola me ata drejt për drejt dhe ata më trajtuan si më njihnin për një jetë. Dhe më bën që të flisja me disa miq në Kolumbi, fola direkt me specialistët atje. Dhe ishte një ingranazh perfekt, mënyra se si Zoti me mëshirën e tij lejoi që të përmbushe fjala e tij, duke më thënë që ai do të ndihmonte. Mamaja ime pas 6 ditës i përsëriti analizat dhe për nder dhe lavdi të Zotit, të gjitha dolën mirë. Dhe nefrologu në atë moment e pa dhe i tha që për të kjo ishte një mrekulli, sepse nuk e shpjegonte se si ishin sistemuar këto analiza, dhe unë vëllezër di që është Zoti që e përmbush fjalën e tij, dhe ashtu siç tha, ai e ngatroi shkencën mjekësore, e shëroi atë, të dua të dëshmoj për nder dhe lavdi të Zotit tonë. Unë dëshmoj se Zoti në profecinë e tij të shenjtë i thoshte burrit tim, birim lutu shumë, sepse armiku do të vendos pengesa, por unë nuk do ta lejoj. Burri im një ditë po dilte nga puna, bashkë me kolegët e tij, 3 kolegë, dhe aty ishin 3 persona që po i prisnin për t'i vjedhur. Kështu që ata i morën, i kapën dhe i çuan në një shteg, dhe burri im gjatë rrugës thoshte me vete, Zot, kujtohu për premtimin që më bëre se do të më ruaje jetën. Ma ruaj jetën mua dhe kolegëve të mi. Dhe vëllezër dhe motra i çuan në një shtëpi nën tokë dhe filluan t'i godisnin. Por njëri prej hajdutëve thoshte, atë mos e prekni. Bëni kujdes se mos e godisni, duke ju referuar burrit tim, dhe të tjerët e shikonin. Paratë që kishin marrë nga gjysma e rrogës u amorën kolegëve të burrit tim, por për burrin tim thoshin jo, atë mos e prekni. Dhe pastaj vëllezër dhe motra u morën çantat dhe burri im kur pas e po u merrnin çantat tha mos, do të më marrin çantën që më dhan nga Fondacioni Maria Luisa de Moreno. Dhe njëri prej tyre ja ktheu çantën dhe i tha,
Merre çantën tënde se nuk do ta marrim. Dhe burri thot se u habit shumë sepse nuk i prekën parat dhe as sendet personale që kishte me vete. Dhe këtë e dëshmoj për të lartësuar atin tim qellor.